Energjia elektrike në vendin ton vjen nga termocentralet me qymyr. Pasojat negative shihen në ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës. Qymyri është një lëndë djegëse fosile që lëshon emisione të gazrave serë në atmosferë që shkaktojnë ndryshime klimatike. Në kushtet kur klima po ndryshon me shpejtësi dhe në mënyrë të paparashikueshme, ne duhet të braktisim prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet ekzistues dhe të fillojmë një tranzicion të energjisë, do me thënë të kalojmë në përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë. Prodhimi i energjisë elektrike nga qymyri mbulon pothuajse 50% të prodhimit të përgjithshëm vendas të energjisë elektrike, por numri i përgjithshëm i të punësuarve në objekte termoenergjetike është mbi 3500 të punësuar. Një tranzicion i drejtë do të përfshi gjithashtu sektor që janë fragjil nga ndryshimet klimatike si turizmi, uji, natyra dhe zonat urbane që të zhvillohen deg alternative ekonomike. Tranzicioni i drejtë është një paket parimesh, procesesh dhe veprimesh praktike që synojnë kalimin nga një ekonomi me përdorimin e tepruar të burimeve natyrore në deg alternative ekonomike të sigurta për shëndetin dhe natyrën. Për të ndodhur kjo, është e nevojshme të aplikohen teknologji inovative, si dhe riedukimi ose futja e lëndëve të reja në arsim. Nëse procesi nuk është i drejtë, rezultati përfundimtar nuk do t'jetë kur i drejtë dhe i kënaqshëm. Rajoni i Kërçovës, si një nga rajonet e varura nga qymyri në vendin ton, në periudhën e ardhshme do të ekspozohet ndaj ndryshimeve të mëdha të nxitura nga tranzicioni i energjisë. Komuna e Kërçovës është njëra nga komunat më të mëdha në vendin ton dhe nëse në të gjitha shtëpitë me sipërfaqe të çatisë instalohen panele diellore, do të mbulunin pothuajse 90% të nevojave totale vjetore për energji elektrike të gjitha familjeve në të gjithë komunën. Nëse ajo energji e prodhuar do ta zaventësonte energjinë nga një termocentral, emetimet e substancave të dëmshme në mjedis do të zvogloheshin për më shumë se 20%. Përveç tranzicionit të energjisë, është e nevojshme të fillohen aktivitete ekonomike alternative në sektor të tjerë, të tillë si bujqësia, industria e përpunimit dhe turizmi, përmes të cilëve parashikohet një zëvendësim gradual i fuqisë së plot të punës nga Kem, Oslomej, për një periudhë prej 5 vjet. Aktivitetet të turizmit pritet të krijojnë vende pune për 20% të numrit të përgjithshëm të punëtorëve pas përfundimit të 5 viteve të planifikuara. Duhet të kemi parasysh se kalimi nga lëndët djegëse fosile në burime të rinovueshme të energjisë tani më nuk është i mjaftueshëm për t'i zbutur ndryshimet klimatike. Është e nevojshme të krijohen qytete inteligjente, rezistente ndaj ndryshimeve klimatike, shtëpi me eficiencë të energjisë, energji qytetare, transport të pastër, sistem ushqimi që do ta lidhë drejt për së drejti prodhuesin me konsumatorin e fundit, redukim të mbetjeve që i krijojmë dhe një tranzicion të plot në një ekonomi cirkulare. Kjo nënkupton kujdes të shtuar për komunitetin. Të jemi brezi që do ta ruajë të ardhmen. Të bisedojmë për ndryshimet klimatike.